Ishte një mbrëmje e qetë në shtëpi. Dritat e zbeta të dhomës krijonin hijet e tyre të gjata mbi tapetin e ngrohtë, dhe zërat e banorëve të tjerë ishin të ulët, duke folur në grupe të vogla, por Lim nuk i dëgjonte. Ai ishte ulur në qoshe, duke u përpjekur të përmbajë mendimet e tij të trazuar. Ditët e fundit kishin qenë të vështira, tensione të vogla, thashë theme, paqartësi, dhe Lim ndjeu nevojën për diçka që do t'i qetësonte shpirtin. Afër tij ishte Beni. Pa fjalë, pa zhurmë, ai u afrua dhe e mbajti ngadalë Lim në krah. Ishte një gjest i thjeshtë, por për Lim kishte një peshë të madhe. Nuk ishte diçka që kërkonte spektakël. Nuk kishte spektator. Ishte një akt i heshtur mbrojtjeje, një afërsi që fliste më shumë se çdo fjalë. Lim ndjeu se mund të lërë tensionin të largohej, të marrë frymë të lirë, të ndjehet i mbrojtur. Asnjë nga të dy nuk foli për disa minuta. Vetëm heshtja mbushte hapësirën. Dhe kjo heshtje nuk ishte bosh, ishte e mbushur me kuptime, me një përkujdesje që nuk kërkonte asgjë përveç pranisë së tjetrit. Lim ndjeu ngrohtësi në zemër, një ndjenjë sigurie që nuk kishte ndjerë për një kohë të gjatë. Ai mund të ishte thjesht vetvetja, pa maska, pa frikë. Pas disa çastesh, Lim u përpoq të flasë. Fjalët i dolën të ngadalta, pothuajse me vështirësi. Beni. Nuk e kisha menduar kurrë se do ndjehesha kaq. I qetë. Beni buzëqeshi lehtë. Nuk ishte një buzëqeshje e madhe, por një që tha shumë. Një shikim i sinqert që i tregoi Lim se nuk kishte gjykim, nuk kishte presion. Vetëm prani, ndonjëherë, ne nuk kemi nevojë për fjalë, tha Beni. Mjafton të jemi këtu. Lim e kuptoi menjëherë. Ai ndjeu lehtësim. Ishte një ndjenjë e vogël, por e fuqishme, si të hiqej një peshë që mbante mbi supet e tij prej ditësh. Ai u mbyll më fort në krahët e Benit, jo nga dëshira për diçka të mëtejshme, por për të ndjerë se nuk ishte vetëm. Banorët e tjerë i shikonin nga larg, disa duke folur nëpër grupe. Disa duke i vënë re, por duke bërë sikur nuk shikonin. Por për Lim dhe Beni, bota ishte ndalur. Ishte vetëm ky çast, ky moment i vogël, por i fuqishëm. Disa minuta u bën 10. Lim filloi të ndante mendimet e tij më të brendshme me Beni, fjalë të thjeshta për shqetësimet, për lodhjen, për momentet kur ndihej i vetmuar në mes të njerëzve. Beni e dëgjoi me kujdes, pa ndërprerje. Për çdo fjalë që Lim thoshte, Beni përgjigjej me një shikim ose një gest të vogël që i tregonte se ishte aty, gjithmonë aty, pa gjykim. Në këtë mënyrë, disa minuta të zakonshme u kthyen në orë të gjata mendimesh, ndjenja dhe reflektimesh. Lim kuptoi se afërsia nuk kishte të bënte me spektakël, me batuta apo me vëmendje nga të tjerët. Ishte thjesht për të ndjerë se dikush të kupton dhe të mbështet pa kushte. Më vonë, kur bisedat e banorëve të tjerë filluan të rriteshin, Lim dhe Beni nuk u ndan menjëherë. Ata vazhduan të rrinin afër, duke folur për gjëra të vogla, për kujtime të përbashkëta, për situata që u bën të rëndësishme vetëm sepse ishin bashkë. Çdo fjalë kishte peshë, çdo heshtje ishte pjesë e bisedës. Në fund, Lim kuptoi diçka të rëndësishme. Afërsia e vërtet nuk ka të bëjë me dramat, spektaklet apo deklaratat e mëdha. Ka të bëjë me të qëndruarit pranë dikujt, të ndihesh i mbrojtur dhe i kuptuar, edhe në heshtje. Ky moment do të mbahej mend gjallë. Jo për një veprim të madh, por për atë ndjenjë të brendshme të paqes dhe mbështetjes që Lim kishte ndjerë për herë të parë në javë të tëra tensioni. Dhe për Beni, ky çast ishte një dëshmi se edhe një veprim i thjeshtë, një përqafim, një mbështetje, mund të flasë më shumë se çdo fjalë.